Përshëndetje, kjo është kolonia që unë kam pas vendosur mbretëreshën e vjetër, për arsye që kjo kolonia ka pas vazhduar pjellin mbleta punëtore, dhe siç shikohet, këtu ka dalë dhe një mbretëreshë e re. Unë pas një jave që u pranua mbretëresha e vjetër, vendosa edhe një çibuk, dhe siç shihet atë është mbretëresha e re. Atëherë ta vendosim këtu, dhe t'ju tregoj që është dhe e vjetra, të dyja janë me një koloni. Sepse gjithmonë kam dëgjuar nga bletarët që nuk rrinë dy mbretëresha bashkë. Sa të dale e reja thonë që e vrasin të vjetrin, por nuk e vrasin, kjo është fakt, derisa të frekondohet e reja nuk e vrasin mbretëreshën e vjetër, por rrinë të dyja bashkë. Ja, te kjo këtu e pash si ishte edhe mbretëresha e vjetër. Pizza duke dalë të korniza tjetër. Ja te kjo është mbretëresha e vjetër. Bani me mbretëreshën e vjetër. Ja te kjo është edhe e vjetra edhe e reja me një koloni. Por ju që thoni nuk rrinë dy mbretëreshat bashkë, unë ua kam thënë me faktet që të dyja rrinë bashkë derisa të frekondohet dhe e reja. Pastaj si të frekondohet e reja kthehet në koloni, kolonia e vret të vjetër. Ja te kjo është e vjetra edhe e reja. Si shihet këtu ka dhe pjellin mashkullore më shumë, sepse nuk mund ati marrë gjitha kornizat që t'ja prish. Ja te keni me faktet tjere, dy mbretëreshat me një koloni. Kështu që t'ja kaloni mirë. Dhe mos i dëgjoni gjithë ato që i dëgjoni nga tjerë, por shikoni faktet. Sepse kemi dëgjuar edhe mbretëreshat frekondohen vetëm në ajër, por shumë video kanë dalë që mbretëreshat frekondohen edhe në tokë. Ja kaloni mirë, shihemi në një video tjetër.